edicionin e tretë të Dancing with the Stars, dhe kjo do të thotë shumë për mua. Janë 2 vite të mbushura plot eksperiencë dhe sukses. Është sukses që aktorët, këngëtarët, gazetarët, sportistët të bësh të kërcejnë. Është bukur dhe është ndryshe nga skena e teatrit, të operës dhe baletit. Është bukur që klasiken ta ndërthurësh me skenën e Dancing with the Stars. Unë këtë vit do të jem sërish në garë. Do jem me një këngëtare që po bën namin në treg. Elvana Gjata. Ju bashkova trupës së baletit në edicionin e 2 të Dancing with the Stars, ku për partnere kisha një madam franceze. Më vjen mirë që jam përsëri pjesë e këtij spektakli, pjesë e kësaj gare, por këtë vit me një këngëtare që përfaqëson ndjenjësisht shqiptarët e Maqedonisë. Ajo është Adelina Tahir. Pas përvojës së parë me një këngëtar, në edicionin e 2 pata nderin të kërceja me një aktor të madh si Petrovci, që na dhuroi dhe fitoren. E minj që Kosova ishte mbar për mua, nuk ju ndava as kësaj radhe. Partneri im është një nga këngëtarët më trend në trevat shqiptare, Dren Abazi. Italia-Albania. Un biglietto andata e ritorno e oramai il secondo anno qui a Dancing with the Stars Albania, un paese che per me è diventato come una seconda patria. Lo scorso anno ero con una miss, invece quest'anno sono con una showgirl piena di energia e prometto che te vit do ta djegim me zhallë. Sfida ime e parë në Dancing with the Stars ka qenë me një aktor. Ishte një sprovë e vështirë, por njëkohësisht dhe shumë e bukur. Dhe pse finale nuk u arrit. Në edicionin e 2, partneri im këngëtar më bëri që fitoria të ishte shumë afër. Në edicionin e 3, rikthehem sërish në një aktor mjaft interesant. Një aktor tjetër, një skit tjetër. Artan Imam. Në vitin 2001, unë jam shpallur kampionja e parë e dansit sportiv në Shqipëri. Më pas, më desh të shkëputesha nga ky sport. Për të rikthyer në Dancing with the Stars, që u kurorzuam me një fitore për mua vitin e parë. Këtë vit jam sërish në garë me Foto Strakoshën, i cili është një kampion në fushën e blert dhe shpresoj që të dy bashkë të bëjmë një çift kampionësh në Dancing with the Stars. Dancing with the Stars ka lindur njëkohësisht me djalin tim Matias dhe për këtë arsye nuk kam qenë në edicionin e parë. Të dytin e kam pritur një kënaqësi të madhe për të përjetuar dhe uneset e garës ashtu si kolegët e mi. Ndryshe nga viti i kaluar, ku si partner kisha një gazetar, pra jo një njeri fushës së artit, këtë vit unë shoqëroj në garë një këngëtar i cili është në kulmin e vet. Jemi me fat që ja kemi rrëmby Kosovës Vedat Ademin.